Votimi I fshet nuk mund shpallat antikushtetues. Ky komision nuk u shpall antikushtetues. Kryesuesi Avni Dehari nuk ka bërë asnjë shkelje. Lëvizja vetëvendosje ofroi 2 kompromise. U refuzuan. Ne e bëm lëvizje. Tash unë e di që shpesh herë partitë opozitare po thonë le të ndryshoj lëvizja vetëvendosje. Po ne I mbajtëm zgjedhjet me 9 shkurt. Populli tha le të ndryshoj opozita. Se lëvizja vetëvendosje është fituese e qartë. Unë si bartës I listës së vetëvendosjes kam numrin më të madh rekord të parlamentarizmit në Kosovë. Vetëvendosja është më e madhe se PDK dhe LDK marrë së bashku. Pra, rezultati që duhet lexohet nga populli nuk është që vetëvendosja duhet ndryshoj. Duhet ndryshoj opozita. Rezultati I zgjedhjeve të 9 shkurtit tregon pakënaqësi popullore me opozitën, jo me vetëvendosjen. Vetëvendosja është e para.